Ja pse. Mësuesja pyet nxënësin e klasës së parë. Nëse të jap një moll, pastaj të jap edhe një moll, më pas edhe një moll tjetër, sa moll do të kesh? Nxënësi me vendosmëri u përgjigj. Do kem 4 moll, mësuese. Duke menduar se nxënësi nuk e kishte dëgjuar mirë pyetjen, mësuesja e përsëriti edhe një herë. Nxënësi u mendua. Pastaj filloi të numëroj me gishtat e tij të vegjël, duke menduar një përgjigje tjetër. Mirë po ai prap u përgjigj me një zë pakës më të ulët. 4 moll. Mësuesja duke je dëshpëruar, mirë po nuk u dorëzua. Kësaj radhe mollët i zëvendësoi me portokall dhe tha: nëse unë të jap një portokall, pastaj të jap edhe një portokall, më pas edhe një portokall tjetër, sa portokaj do të kesh? Nxënësi përgjigjet me shpejtësi: 3 portokaj, mësuese. Pastaj mësuesja mori guximin dhe u kthye tek pyetja e parë, duke e pyetur për mollët, por ai përsëri u përgjigj njësoj: 4 moll. Këtë herë mësuesja e humbi durimin dhe i bërtiti atij në fytyrë. Ku është dallimi? Përse më thua 4 moll? Atëherë nxënësi me zë të friksuar dhe me lot në sy u përgjigj: unë do të kem 4 moll sepse në çantën time kam edhe një moll tjetër, mësuese. Urtësia e tregimit. Nëse dikush ju jep një përgjigje që ju nuk e prisni, mos e gjykoni atë me ngutje, duke thënë se ajo është përgjigje e gabuar, sepse ndoshta ai e sheh atë nga një këndvështrim tjetër që ju nuk e keni paramenduar. Prandaj duhet të dëgjoni mirë që të kuptoni, e jo të krijoni përshtypje të gabuar që nga fillimi.